Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, sot po ju flas popullit shqiptar, gjithë shqiptarëve, nënave, të vjetërve, të rinjve, ku ndodhen në botë, se që po ndodhe këto ditë në Shqipëri. Po vinë ditë të bardha për ju, janë me ditë e me orë. Të dashur bashkëdhetar shqiptar, para se unë të flas, dëgjojeni pak këtë videon, që ka erdhur hajduti dhe krimineli shqiptar amerikan Luceviti. Thjeshtësisht thot që vota jote është zëri yt, vota jote është e ardhmja jote, vota jote nuk ka çmim. Që do të thot, kur thot nuk ka çmim, do të thot që në një farë mënyre nën kupton që ka shit blerje vote në Shqipëri, si e lexoni ju me eksperiencën tuaj këtë. Well, first of all, I don't speak for Pikë së pari, unë nuk flas në emër të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara. But, you know, I think that it is important. Por unë mendoj se është e rëndësishme që gjithnjë t'i kujtojmë njerëzit se demokracia është e shenjtë dhe drejta e votës është e shenjtë. Dhe se njerëzit në një demokraci e kanë aftësinë që të ndryshojnë qeverinë e tyre ose ta pranojnë atë, por e vetmja mënyrë që ndodh kjo është nëpërmjet votës. Unë po e shpjegoj shumë mirë. Shikoni televizor e zonjës Duma. Janë dy gazetarë. Është Berisha, pas Berishës është hajduti, i them hajdut ordiner, komunist numër 1 në Amerikë, bën vetëm propaganda komuniste. Ka ardhur në Shqipëri, që është e treta herë. Erdhi e parë, mori miliona dollar dhe iku. Herën e dytë përsëri, mori 2 milion vetëm prej Tirane deri në Itali, që bën një konferencë me emigrantët në Itali, i pagonin çdo person që të hynte në mbledhje $300. Vajti 300 deri më $500 për këtë fytyrë. Do me them parat tuaja të pensionit arritën të shfryzohen dhe të largohen, i marrën të huajt. Do me them të dyja partit bën propagandë, kush në Greqi, kush në Itali, kush në Gjermani, edhe në Amerikë, me shpenzimet tuaja janë miliona e miliona dollar. Duket e çuditshme, dashur bashkëdhetar shqiptar, janë gjithsej $200 milion, po e përsërit e njëherë, $200 milion, dy partit kanë harxhuar brenda këtij muajit që filluan. Janë parat tuaja, janë parat e taksave, janë parat e pensionave që i paguajnë nga $100 në muaj. Janë parat e policisë që i paguajnë nga $600 në muaj. Kurse shefat e tyre marrën nga 2 milion, nga 3 milion, plus që vjedhën çdo natë. Pra, këto parat janë të arsimit të dashur bashkëdhetar shqiptar, që kanë ikur të gjithë nga fshatrat, nuk ka më shkolla për arsye se nuk i paguajnë. Mësuesit janë larguar, s'din ku të vënë me para tuaja bëjnë shpenzime. Dy gazetarët e pyetëm, i them zotni, por nuk e meriton zotni. Po ta shikoni ju vetë, e keni në internet, në YouTube, shikojeni nga fillimi deri në fund si e ka fytyrën ai dhe zoti Berisha. Pra, ai e mendove që zoti Berisha do thoshte po, unë kam ardhur nga Amerika, po, unë kam ardhur nga presidenti i Amerikës, po, ambasada e di. Ai tha, gazetarja e pyeti me dinakrin e saj, e pyeti për shumë gjëra, a të ka dërguar presidenti i Amerikës? Tha jo. A të ka dërguar State Departament, do me thënë ministre jashtme? Jo. Por, a di ta lexosh këtë, që ka dërguar ambasada amerikane sot, që dihen në mëngjes? Po, tha, ai shikoj. Do me thënë, pyetja e fundit, zoti të nderuar shqiptar, është nuk ka çmim. Ambasada thot, votat që po bëni ju nuk ka çmim, sepse po derdhin para jo me thes, po i marrën me perut
edhe i ngrenë në makinë dhe i shpërndajnë në për njerëzit. Këto para që ju a kanë marrë njerëzve për kaq vjetë. Gazetarët e pyetën, por nuk e pyetën, i thoshin, zotni, sa para ke marrë? Sepse ai e tha vetë, u asolli gazetarëve për të thënë, ati Roberti që e shihni këtu, i tha që po, unë nuk kam të bëj me 6 milion dolar, po unë kam të bëj me Partinë Demokratike të Berishës, me ata kam bërë pazar, me ata kam bërë kontratën, unë jam privat, nuk më ka dërguar askush, unë shkoj kudo dhe bëj pazare me njerëzit dhe bëj për çështjen e votimeve. Pra, këta zotni duhet ta pyesni, po këtë 2 gazetarë që i shihni janë gazetarët e 2 partive, do me thënë PD-ja plus PS-ja, Partia e Punës Komuniste, bolshevike, dhe këto 30 vjetë të dashur gazetarë, të 2 partit janë anti-shqiptare, i shërbejnë sërbëve, i shërbejnë rusëve, i shërbejnë francezës, i shërbejnë greqisë, do me thënë këto po bëjnë çmos minutën e fundit si ai gjarpri që vritet. Të dashur shqiptarë, unë nuk kam thënë që në fillim nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje të dashur shqiptarë. Po u shëgoj drejtë në sytë. Nuk ka zgjedhje, po ka arestime. Nuk ka arestime me kyqa, po ka militare. Të dashur bashkëdhetarë shqiptarë, ne kemi 100 vjetë. 100 vjetë që na sulmon, na vran jugun dhe verin, patriot të Shqipërisë për 100 vjetë. I vran në kohën e komunistave, i futën në allabrasje, qëllimisht për të eliminuar intelektualët e vjetër. E kam fjalën për jugun dhe verin, sidomos veriu kanë qenë gjithmonë patriot të Shqipërisë, që në Maltëzi, o deri në Kosovë. Ta kanë luftuar me shekull e me shekull kundra sërbëve. Sërbët e kishën dorë në kohën e komunizmit, bolshevik Miladin Popovici e Dushani, dhe kryesorët ishin Exhimia, Ramisalia dhe Sabri Gotua. Ta të 3 kanë qenë agjentët më të mëdhenj të UTB-s. Të dashur shqiptarë, e bëjnë qëllimisht për të vrarë shqiptarët 7500 e njëshë. E bëjnë qëllimisht të dashur bashkëdhetarë shqiptarë 97. E bëjnë qëllimisht të dashur bashkëdhetarë shqiptarë piramida. Ishë vojtur njerëzit, flinin në përpyet në Greqi, flinin në për rrugët dhe për stacionet e trenit në Itali, flinin në për rrugët e Francës, erdhë këtu, që t'i vinin parat se i gënjen, do t'i apëm 1 me 2. U a marrë dhe ato parat. U çmendën Mileti, ikën përsëri në mbërgim, prap janë në mbërgim, prap të dashur bashkëdhetarë shqiptarë, çfarë s'kanë bërë këta? Pensionistë i lanë me $80. Do me thënë, Shqipëria ka qenë kooperativ dhe firmë. Ta din të rinj, të dashur të rinj, në kohën e komunizmit nuk ka patur absolutisht të punonin për qytet, po punonin të gjithë në përfshatrat, do me thënë, në bujqësi e kam fjalën, dhe punonin për kooperativat e firmën. Të rinjt, studentët, të universitetit, të gjimnazit, vinin punë vullnetare, bënin bunkere, këto bunkere që janë tashi, në për tërë Shqipërinë që është tërë qimentua. Bënin fabrika të burgosit dashur bashkëdhetarë shqiptarë, sidomos fabrika e fushkrujës, që sot ndodhet një indian, Pakistan, do me thënë në tokën e shqiptarëve. Kur të burgosurit në atë fabrik janë vrarë, ju nuk e dini, do dalën emrat, u hapa fabrik, janë hedhur në themelat e tyre kurban, janë bërë shqiptarë, ne kemi dhe emrat, sidomos fabrikën e Laçit, fabrikën e fushkrujës në Kruj, do me thënë fushkruj, fabrikën e Cimentos në Elbasan, fabrikën e naftës e të gjithëve në Mallakastër, të dashur shqiptarë, dhe fabrikën e krypës në Vlorë. Kudo që i kanë bërë fabrikat, kanë bërë nga i kurban. Po ta themi edhe një diçka tjetër shqiptarët nuk e din. Këtu në rrugë e Lanës, i ka bërë burgosurit 313, ka qenë në kohën e Enverit, aty kanë futur 2 shqiptarë kurban në themelat. E ato pallate janë akoma Matan Rivers, do me Matan lumit
si e quani ju, ma tanë lumit të Tiranës që shkon përmes Tiranës, të dashur shqiptar. Unë u kam thënë gjithmonë, nuk ka vota. Ju lutem shumë, a i shini këtë fotografi, a i shini këtë person, quhet Alfred Lela. Ky person të dashur bashkëdhetar shqiptar është Alfred Lela. Para ca kohë para një jave, ky ka deklaruar në për televizor se zotit Berisha ishte hequr non grata. Gazetari e pyeti me marifetin e tij dhe i tha, është hequr? Po tha, kemi dërguar një letër në State Departament, do me thënë në Ministrinë e Jashtme, në Washington, dhe do të heqëm. Ky zotnia është dhe në Shtetet Amerikanë, po i them në publik, këtij zotniu. Amerika t'jep green card, Amerika t'jep në shtetësinë. Ashtu siç ta e pa ditë, ashtu ta gris të nesme. Pra ky zotnia bën propagandë anti-amerikane. Edhe thot me çdo televizor jam amerikan. Sa amerikanë janë sy ty atje spanjoll, të zi, të bardhë, por ka një rëndësi. Shumë shpejt nuk do kesh në shtetësinë po ta paralajmëroj këtu. Ti gjithmonë thua për këtë të fundit që është shumë i vjetër. A i shini të dashur bashkëdhetar. Flasën e bërtasën që djali Soros është këtu Aleksi, Sorua është antidemokracisë. Ky e ka sill. Sali Berisha. Ja kush fotografi. Dhe ky me parat e këtij ka vajtur në Amerikë për herë të parë. Pra këta, a i shini çfarë njeriu është të dashur bashkëdhetar. Në televizorin e Sokolit ka dalë Jakuliç. Ka stile. Ja pra qa televizor kini të dashur shqiptar për të ulur autoritetin e familjeve shqiptar. Ja pra këto fytyra ordiner dalën për televizor dhe bëjmë politikën. Kurse këta, para 5-6 muaj shanin Amerikën, shanin ambasadorin Yuri Kim, ja vu në emri Kimete. Yuri Kim, po flasin. Edhe i zotnia sot mreme përsëriti e pyetën për Yuri Kim. A i gabovi dhe për këta do bajt përgjësi, Luqevjeta, dëgjo këtu e indian, do mbash përgjësi sepse the për Yuri Kimin që ajo është në proces gjyqësor. Jo, ajo është në State Departament. Edhe duhet ta dinit bashkëdhetar të dashur shqiptar. Nuk ka qenë demokrati kur e kanë bërë Berishën, nuk ka qenë republikanët kur e kanë bërë Berishën non grata. Ka qenë Partia Demokrate në Amerikë. Ata kanë bërë non grata. Të dashur shqiptar, tini të bindur. Nuk është një non grata. Janë qindra do dalën këto ditë. Nuk e heq kur kush non gradën. Ta po bim pazar me para tuaja. A i zotnia ka marrë $22 milion. E tha dhe vetën, s'kam punu tha me 6 milion që janë, as e di si lexohet ta letra. Unë kam bërë kontrat tha me partin e Berishës. Berisha unë zi në fytyrë, u bësterë. Kurse gazetarët frikacak, nuk janë frikacak, po janë bashkëpunëtorët e dy partive, marrën nga $10.000 në muaj, a i Roberti që shinive e ty, merë $10.000 nga një televizor në një televizor tjetër, llamatisën dhe bërtasën kundër Amerikës before. Sidomos një gens Kurrimi e ka ndërguar Berisha në Francë e 30 vjetë. Bën propagandën anti-amerikane. Bërtet dhe thret, ka vite që thret anti-amerikan. Ka 2-3 ditë thot, po, Amerika është e mirë, non grata është hequr. Po si i hiqet kjo non grata? Po pse me Amerika bërë shaka të dashur shqiptar. Kush gatëron çështja amerikane për $1 e gjen vendin ku është. Unë po them dhe po shëgoj drekje në sytë të dashur bashkëdhetar. Unë sot kam erdhur qëllimisht për t'i thënë publikut. Nuk ka zgjedhje. Dikush më thot, ore Pilinçi, a jenë rregulla trurit ti? Nesër ne bëjmë zgjedhje.
Të dashur shqiptar, politika jonë është aq e hollë sa nuk e kupton askush. Jo këta gazetarë që flasin, jo këto dy partit, to e di që janë dy partit të dashur bashkëdhetarë, janë spiuna që dëgjonin prapa dritare. Që fusin vëllain në burg, që këto fusin tjetër. Do elmonin vëllain, s'kishin qa bënin me të tjerë. Pra të dashur bashkëdhetarë, unë kam thënë, nuk ka zgjedhje, apo kam thënë kështu. Nuk ka zgjedhje. Ne thamë edhe në Kosovë, mos e zgjidhni Kurtin. U zgjodh. A i shini që s'ka me qeveria dje? Jo. Ne kemi thënë Kurtit, të dashur Kosovarë, vëllezër të mi, jeni në Kosovë. Keni disa ditë po largojni nga Kosova, sepse jeni trembur. Mos u tremni. Nuk u vjen Serbi, e kemi ne në dorë. Serbi në qoftë se lëviz, po u a them hapur, do vem dreq e në Beograd. Dhe kur hyri Amerika, nuk e firmosi Berisha, që kundra, nuk e firmosi Rogova, të dashur bashkëdhetarët e mi, o shqiptarët e mi që jeni patriota gjyshi të Kosovës. E firmosën të mos hyte Amerika, që kur Amerika do pyeste këta. Ja pra, cila është Amerika që s'pyeti as kongresin e vetë, as senatin në Amerikë, as kombet e bashkuara që duhet pyes kur hyri luftë, por avionët fluturonin në ajrin e Serbisë, në ajrin e Shqipërisë të dikurshme. Presidenti Clintoni po lexonte letrën, avionët kishin filluar punën, e tha, jemi në luftë me serbët. Kjo është politika e Amerikës. Amerika ka 100 vjet për politikën e shqiptarëve, të dashur shqiptarë. Erdhi koha e Shqipërisë me kufi natyrore. Erdhi koha e spionëve që kanë bërë për 32 vjet, i lem ato më përpara, i zem vetëm këto 32 vjet, i gjithë do hiqe zvarr. Zvarr, prokuror, gjyqtar që janë tallur me shqiptarët, që i mbajnë gjyqet ka 32 vjet, që u kanë marrë pasuritë e tyre, pronat private, i kanë gjysh stërgjyshi. Të dashur shqiptar, nuk ka zgjedhje. Po shikoni që do bëhet nesër. Unë u them vëllezërve të mirë shqiptar. Unë e di që ju nuk e doni socializmin, sepse socializmi për 46 vjet u shkatërrovi, u ofendovi, u shpinte në për kooperative të punoni natë ditë, për një copë bukë thatë, dhe më në fund edhe bukë thatë s'kishët. Të dyja partit të dashur bashkëdhetar janë parti komuniste, bolshevike. Unë e di dhe kam përsëritur gjithmonë që 97% të shqiptarëve nuk e duan komunizmin e socializmin. Unë e di që nga e keqja keni votuar të s'kishët ku të vinit, do votonit në atë parti që quajtet demokrate, apo në parti që quajtet socialist. Nuk ishte rast tjetër. Ato ishin. Unë e di që juve se jeni socialist. Unë e di që juve jeni demokratë real. E partia që janë, e ndjekën, e din që ka qenë demokraci vërtet, por e pan, ne i lamë, qëllimisht që ato bëndin, e bën në theshtatën, e bën piramida, e bën 21 janari, i rëzuan fabrikat që ju i bet, pa paratë dashur shqiptarë. Kret naftën, e shpun në Sërbi për të vrarë bosnjakët, e më në fund për të vrarë fëmijët, gjallë që i futi Kosovarë. A e mbani mend atë që nga Kosova, qytetet tona, edhe deri këtu në jug, e në veri, e tropoj, u bush me Kosovarë dhe fëmijë, që sot janë nga 30 sa vjet? E mbani mend, si shqiptarët i funën për shpirat, që ishe vëllezërit tonë? A e mbani mend të dashur bashkëdhetarë, Kosovarë? Unë Kurtin e kam lajmëruar, hiq flamur blu, hiq e sonte, nesër do t'jesh kryeministër për një kohë të shkurtër, dhe sa të bëhet me Shqipëri, Shqipëria me kufi natyror. Ta kam dërguar, me dërgove njerëz të kam dërguar haberi. Hiq e flamurin blu, është sërb, me ngjyrë serbe dhe me ngjyrë greke.
A se ben edhe ata Maqedoninë e Veriut? Jo, zotëri. A, more grek, u erdhi fundi. E kam fjalën politikës greke, jo popullit grek. Populli grek është shqiptar, Arvanitos. Të dashur shqiptar. Nesër është ditë zije. Se e them ditë zije. Por mirë më shqiptarët, më vëllezërit e mi, keni votuar 32 vjetë, keni hedhur në kutinë e pëses, e pëdes. Çfarë keni fituar? Pensionin $80. Po mirë më policat të dashur, çfarë keni fituar? Ju jeni slev. Keni marrë $600 në muaj. Kurse një i parlamentit, një rrugaç, një ordiner, ka marrë $500.000. Po me thënë, $5.000 plus ato që kanë zakon, rrugëtimi, udhëtimi, fjetja në hotel. Do me thënë, nga Shkodra, apo nga Vlora do vinje këtu do flinje në hotel. Janë pallatët e tyre. Pse e bën kushtetutën? E bën për vete. Më thoni kush është në burg? Nga hajdutët, nga milionerët, absolutisht asnjë. Edhe këta që i futëm në 2-3 veta që janë, e bën ne. Ashtu si do futëm nesër e pas nesër me qindra, do t'i marrë militarë zvarë kudo që t'jenë në kafene, në hotele, e mund t'i këto ditë gjoja venë në Rom, Milano, në Francë, Gjermani, në Ingliterë, edhe në Amerikë ka lërë qëllimi që të shkoni, po ata janë non grada, Edi Rama është non grada, jo vetëm Edi, zëvendës kryeministri është non grada, letë vetë ta marrë vizën. A i shini që ambasada amerikane është në heshti, e dini pse? Sepse ambasada amerikane merr urdhër. Është në heshti. Ambasada amerikane me këtë verdhon që ka erdhur këtu, hajdutin, me Laçevitin, unë i them vit, viq, tamam si sërt, fytyrë e shëmtuar. Ambasada s'bëj shamat. Që kur vjen në emër të Amerikës, ambasada është këtu. E nëse një njeri vjen politikan dhe flet kundër Amerikës, arrestohet në moment. Dikush mund të thotë, po ti pilin që po flet, po unë flas, se është Amerika ime. Është për 300 vjetë, stërgjysht e mi e kanë forcuar atë Amerikën. Gjyshi tim ka sjell ambasadorin e parë në Amerikë, 1922. Ka dej në shpinë time, do me thënë të gjyshit, të babaj tim, ka ndej 3 muaj, pare se të beshe ambasada këtu ku është në Tiranë. Pilinçi nuk vajti në Amerikë, si emigranti thjesht, po ka vajtur në Amerikë, pako, për të punuar, për të shkuar rrugën e gjyshit tim, të babaj tim, për të mbajtur komi shqiptar. Vërtet unë jam betuar në Amerikë për punën që kam vënë dorë në libër, por kur ishte puna e Shqipërisë, e kam ngritur dorë. Po, kam thënë, kush lufton për tokën time, edhe unë do t'jem kundra jush. Ram dakord, dhe lagët që kam marrë, nuk i kam marrë për qef, për dans. Unë se di ku janë kafet e botës. Unë se di ku është rakia. Unë nuk e di, edhe fëmijët e mi janë martuar, s'kam qenë. Sepse jam i betuar. Kam marrë betimin, amanetin, e stërgjyshit tim, e gjyshit tim të pushkatuar. Kam marrë amanetin e nënës time. Në minutën e fundit kur vdiq, më tha, shpret birë. Kush të ngelet? Pra, veten time nuk pyes më. Unë pyes për kombin tim. Unë pyes për një shqiptarët kur i shoh pa bukë. Ne shikojmë çdo qoshe të dashur shqiptar. Kudo jemi. I shikojmë, nuk kanë shqiptar të pinë ujë. Kurse kjo rrugaçëria del me xhame të zinj, vishen me kostum nga $1.000. Unë krijova dije të dashur bashkëdhetar shqiptar, qeverinë teknike. Dikush mund të thotë, po kush je ti? Kush jam unë? Jam ai që vendos. Jam ai që nuk marr urdhër, po jap urdhër.
Pra, le ta ngrenë zënë këta pyzevenka që janë këtu. Nuk kam folë do njërë kundra me fjallorin e keqë, po flasë tani. I dalin këta gazetarët të flasën do një fjallë. O zvarri kam për të hequr. Pa bërë pak gjak, nuk do rrijet. Që edhe një fëmijë në barkun e nënës të shojnë se qa kanë bërë këta, këti popull. Se që kanë bërë që i kanë darë nga familja, kanë darë. Me qindra me kanë erdhë në zyrë, ja darë nga familja. Kanë lënë fëmijë. Edhe kjo gjukat, kjo paleo gjukat. Kur i ndanë, u jepë dhomën, e një dhomë burrit e një dhomë gruas, që të vritën për sëri. E dini pse dashur shqiptarë? Se janë ordinerë gjyqtarët, prokurorët, bin pazar, o e ngrezën, sepse të dashur shqiptarë, erdi fundi. Është me ditë, brenda javës ne duhet bëjmë qevrin teknike urgjent, me dashje, apo pa dashje. Bas 3 muaj, me president. Vërtet, e pa dhe vetë, nga janë intelektual që po vinë nga jashtë, Italia, Gjermania, që kanë tregtit e tyre, i lanë mi janë tregtit, për qeshën e kompit. Pra, edhe ju të dashur shqiptarë që mendoni të vini në atë kutin e zezë, a në bani mend ju prindër, kur votoni në kohën e regjimit komunist ishën 2 kuti, një e kuqe e një e zezë, e më në fund thoshin po fituam 97%. O kishte burë që ta hite në atë kutin votën? Jo. Pra, nuk u vjen turp të dashur bashkëtetar të dilni nesër. Nesër është ditë zije. Nuk është ditë votimi. S'keni votuar për shqiptarët. Keni votuar për slavët. Keni votuar për këto fytyra që marrë nga $5.000-6.000. Lenë mjekër si capë. Që Shqipëria ka pat një regull. E linte mjekër një shkrimtar. O, mos e kuptoni për shkrimtarin Katareja. A i po t'ishte gjallë, dënimi ti ishte aty në Skënderbeu. Agenti më i madh që ka patur Shqipëria. Si ai, janë shumë. Duan ta bëjnë historinë. Një gjinush, një cek, që i njoh, që me kohë. A i ceka më vinte në hotel, në Daj. Ambasadori Amerikan i parë, kishte dhomën 1, unë kishte dhomën 2. Na vinte na ipte të dhëna. Pra i ceka. Ambani mend ai ceka si ka thënë në televizor që unë ndalova forcat që do vinin në komitet qendror në blok. A i dini dashur bashkëtetar shqiptar, para një muaj s'kishte asnjë blok, po ishën në Mali Dajtit, në një hotel që i qonin hoteli pionerëve. Asnjë s'kishte në blok. Gjoja doli për paraj. Ata i vuri Ramizio. A i më dëgjon, fare mirë mua, kur vinte në hoteli. Jo si a i po më vini të gjithë këta që quen kryetar partije. Mi iptin të dhena. Sepse spionët janë pa para, dikur. Prap janë. A janë këta dashur bashkëtetar 128 veta, po e zgjat po u them të gjitha gjëra. 120 vajtën si qelu amen kem që themi në shqiptarët. Po s'kan turpa ta. Vajtën ambasad, e firmosën për spaku. A i spak. Edhe na spak kemi nga ta që do të shojnë burgun si është. Dashur shqiptar. A i që del nesër, do bi gabim. Sikur t'u lem 900.000 e një tërë. Po s'kur t'u lem 3 milion të vini e t'ja ipni Berishës. Nuk kam më. T'ja ipni Ramës. Kam baruar çdo gjë. Unë e dini që ju si doni 2 partit. Unë e di që vini nga halli. Keni të drejtë që vini nga halli. Se s'kini buk të hani. Kini drejtë se u jepër nga $100, $200. A i spaku që ka dalë. Nuk ka dalë kot. O, kallëzimet janë bërë. Një kallëzim po të bëj, me rregull, nuk ka zgjedhje. Janë qindra mira e mira, do t'i shihni vetë. Kur fillojnë arrestimet sonte, e nesër, e pas nesër.
qeveria teknike do bëhet. E di pse bëhet qeveria teknike dashur shqiptar? Për të marrë pasuritë çdo njeri. Pa diskutim, brenda ditës. Pasuritë nuk kanë ikur, janë. I kam blerë me Flori. Po ja me madhe është. Pra Floriri vjen e ik. Po i kam blerë me gjak dashur bashkëtetar, që kanë luftuar me Slavin, me mira vjet. Ka luftuar me Grekun, që mund të harrojmë Çamërin, vëllezërit tanë të dashur, që nga Çamëria, nga toka jonë e djegur dhe deri në ulliqet e Vlorës, karvani, e duke vrarë me thikët, vinë në tokën shqiptare, në tokën e tyre, dhe në Hoxha nuk i priti mirë. I kam në kampet e trajnimit, unë kam patur me qindra Çamër. Çamër i them, shembull krahin e Çamërisë, e Shqipërisë, krahin e Korçës, krahin e Labrisë, krahin e Tropojës, e Malësisë, Radhë. Do janë emra. Kjo është Shqipëria. Malizi është toka jonë, princët, pra ande kanë erdhur, kanë luftuar. Mua dije me erdhi një grup. Pra, ne kemi zgjedhur 3 ministra të dashur bashkëtetar. Një nga Kosova, një nga Malizi dhe një nga Kosova, më falni, një nga Kosova, Malizi e Maqedonia. 10 janë të quajtur kësaj të birë Tirane. Pra, kjo është. Këtu janë vrarë të dashur shqiptarë. Unë ua kam thënë që në Skënderbeu në heroj tonë. Vetëm ai ishte heroj tonë, sot për sot. Të tjerët i kanë vënë kukull. Do t'i shihni me mira vjetë herojnë të komit, do shkruajnë me Germa Floriri, e kemi në program të dashur bashkëtetar shqiptar. Kemi shumë në program, në 2001, që nga Skënderbeu dhe deri 80 metro, 2 metro e lartë, do shkruajnë emrat me Germa Floriri, patriotët e kombit shqiptar. Emigrantët që janë në përbot të dashur shqiptar, e janë një vajzë e re, e është në Itali, u tha dje të rinjve. E janë në tokën shqiptare, ajo la mësimin dhe erdhi është gjendë këtu, që do Shqipërinë. Unë e di që të rinjë të duan. Të rinjë s'kan shtëpi martohen. Çfarë s'do kini ju shqiptar, gjitha të mirën. Çka vila në tokën shqiptare i do t'i mirni. Dashur shqiptar, mos dëgjoni këta gazetarët, mos dëgjoni televizor, unë vërtet vaj tani në televizor, është i mirë, është vërtet shqiptar, Fox News. Unë vaj tani në televizor, sepse është i drejtë, dhe kur kam vajtur brenda, e kam gjetur për të erë të keqë. Kurse televizori Klani, Top Channel, kanë zënë vendit tokën e shqiptarëve, bredhen myz me qarë, tundën zinxhiri që dje ishën sekretar partije, sekretari një. A unë mbanë mend të dashur shqiptarë, si u kam thënë edhe ju i kini parë, ata që ishën me 90-91, e 92 kur u bë president Berisha, me pardesyt e bardha, ishën tërë spionë. Tërë agent të Ministrisë Brendshme, dhe sot janë krye gazetar e analistë. Fjale e fundit për juve është dashur shqiptar. Nesër, ju shkoni po doni. Ne do shikojmë çdo milimetër kush hyn e kush del. Ne i shikojmë. Të dashur shqiptar. 97% ju jeni demokrat. Unë e di. 97% s'ka ujë të pi. Po si do votoni kur s'ulen të hapni një pus, kur nuk ulen të mblithni një drith, një perime, po u kanë lënë të sillni vetëm nga jashtë. E di, dosja jote është shumë e madhe. Ti je non grata. Por ai nëse ke dëshirë, mund të linjë të shkojë në Amerikë, të ishin një ku i shpinje parat. Ashtu e bëm e për kryetare e bashkisë. Mbas 3 ditë që erdhi nga Amerika, ju vunë hekura. Ambasade e Amerikës së dashur shqiptar është në shikim. E do Shqipërinë
pamarësisht se si ishte jurikim, ajo është krye detyrë. Por gjën që përmendi edhe ai fytyrziu që erdhi nga Amerika që ka marrë miliona dollar në Berisha, e përmendi sekretar Blinken dhe tha dhe ai ishte në përgjyq. More pyzeveng, do vesh në Amerikë. E di vetë se ke ardhur në Shqipëri. Unë e thashe para sa ditëve, do vi edhe një herë. Po si mund të thuash ti për Blinken, kryeministri amerikan, njeri më intelektual, njeri më patriot, unë e tia derisa vdesi ai punon për kombin amerikan, pa pik turpi. E hapën programin këta tipa gazetar, ai personi që shini aty, ai me atë mjekër, janë para tuaja dashur, por do të mini prap para tuaja. E shkoni atë që shini me syze aty, ai shau Shqipërinë para një jave. E kemi tepër rekord. Ai fytyrë që shini juve aty, ka për sekretar Blinken që, më për edhe ai. Ai ishte në vendin e dur. Dofta do një miku i tij mund të bëhet non grada e mund të arrestohet në Amerikë. Amerika ka ligj. Nuk pyet president e nuk pyet as kërkëdh. Nëse ti gabon, i vete burgut. Nëse ti gabon, anti-amerikan, ka dhe gjilperë. Amerika është një tokë e bekuar. Është bërë, është e hapur, ka të drejtë veç do njeri të punoj, jo një punë, po 4 po të doj. Por këta gazetare kanë sharë Amerikët që s'kanë thënë, arritën e për jurikime Kibeta. Kimeti i thoshte Alfredi. Kjo Alfred Lela. O Kimete. Ambasadore. Amarësi se si është puna e dim ne. Dashur shqiptar. Fjallën fundit po e them. Amerikën e kini kudo. A i shini disa helikoptere që vinë vërdal, vinë për të mbrojtur ju. Se këta kanë patur dërmend. Si që ka thënë Ramis Alia, ne i bëm, ne do t'i djegem e t'i rëzojmë. Ja. Do t'i gëzoni ju. Jini të bindur shqiptar. Rini më shpi, do shgoni qevrin teknike nga ne, nga intelektuale, unë pari sakrifikoj. Sakrifikoni dhe ju. Bashkoni se do bëhen 3 drejtori. Drejtoria e policisë, në mos e keq kuptoj, se do ikin nga puna jo. Po, do ikin ata që kanë vjedhur. Automatikisht. Jo do ikin, jenë të lirë. Do japi llogari para kombit. Pra, dashur mësues të vjetër, që jeni në pension, ritur, e uni përsëri. E janë të bëjmë studentët. E janë të sjellëm prap kulturën në tokën e shqiponjave. Toka e shqiponjave u thret. Ka ditë që u thret. Ka muaj që u thret. Dhe ata të vdekur nuk janë shkrirë koskat e tyre. Jo, rënkojnë dhe u thonë fëmijëve, niprave, së niprave, ngriuni, jo të luftoni, ngriuni të mirë një punën tuaj dhe të thoni rrugaqve, largohu nga karrikjat se më takon mua. Ka ardhë koha të thoni tuajve, ata gjoja ministra që u vinë janë hajdut, mos hajdeni në tokën tonë, na keni vjedhur, plus do të kërkojmë llogari në përbankat e tyre në Evropë. Ne nuk pyesëm agën, që kush thot agën. Dashur shqiptar, fjalë e fundit po e them, tu është në 10. Çdo borxh që ka marrë qeveria, 0. Se ata kanë dhënë 200 milion, kanë marrë 50 milion kesh. I dim të gjitha. Ata
ambasador të Evropës, si ai Cigani ishte më para këtu. Kur erdi Kocke Lëkur, kur u kthye me bark. Kur erdi me palë pantallona të bardha, e me gjaket zezë kur kthye me 30 kostume. Tash i ka ardhur një tjetër. Edhe ishte në keqëze. Unë po i them atij ambasadorit, mos i fut punët në punë të brendshme. E Shqipëria. Shqipëria ka njerëz. Pra të dashur shqiptar, natën e mirë, gjumën e emël, mos kriuni nesër, po vizitoni me njëri tjetrin, erdhi koha juaj, erdhi koha që të vënë fëmijët nga jashtë të punojnë këtu, në punë më të mira. E janë dhe partia Shpresa Demokrate. E janë qeveria u krijuan, ka marrë formë të prerë, po të duan, pres të më këthejnë një përgjigje, sidomos ata e më njohin mirë. Jo, ajo lamazha, si këta gazetarë që dalën lakurish. E janë të dashur shqiptar, fjala e ime e fundit për sot është nesër është i dhërim ai që vete natë kutit. Sepse ju jeni pa bukë, kurse ata janë veshur me santallake, me ora floriri, sidomos ai Fevziu, 2 ora, 11 maj, 12 djathtë, me para. Si do vini, turpi botës. Edhe ju të vini, pa e një mënd fjallën time, ka qeveri teknike, jemi ne. Kur them jemi ne, adetar. Jemi ne, fëmijët e intelektualëve janë gjallë. Janë gjallë. Natën e mirë të dashur shqiptar, dofta e zgjata, unë e di që ju prisni më shumë, por erdhi minutë e fundit. Të gëzojmë Shqipërinë, ju, fëmijët tuaj, ditët e majit janë ditë e gëzimit tuaj. Mbas 12-s është dita e gëzimit. Deri më datën 12 është dita e hedhërimit për 3%. Për 3%. S'ka në kuvend, ne po i shegojmë. Natën e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim të henën, do të gjoni lajme, do të gjoni arestime të mërshme, këta lysha ju kanë vjedhur për 34 vjetë. Natën e mirë.